nderuar shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit sponsorët tanë, është ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme, përndryshe është prodhim vendor. Do të kitje pak sa është prodhim vendor. Faleminderit. Është EBA Online, faqja më e mirë online në internet apo në Instagram e gjeni EBA Online me çmime super të lira. Përndryshe këtë karrik sontën e ka dhuru për emisionin tonë, mund ta gjeni edhe online. Gjithë ju që po e shihni këtë moment edhe doni me pas një karrik është me ngjeshme. EBA Online. Faleminderit shumë, do artërkitje për sponsorin tonë. Shikues të nderuar, sonte do të flasim për një temë shumë të ndjeshme, por edhe të çuditshme, s'kemi folur asnjëherë për këtë temë. Do të flasim për fenomenin e prostitucionit, për etikën dhe për moralin. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, kam të ftuar dy mysafirë shumë special. I pari është teolog me profesion. Në aspektin e teologjisë vjen me diskutu lidhje mbi moralin. Është kryepeshkupi i Kosovës, me neve sonde është Nikola Xhuka, e ftoj me Eduard të kitet më. Ndërrum, faleminderit shumë që erdhe. Si jemi. Respekte, faleminderit. Si dhe mysafirja e dytë për sonte është po ashtu teologe e njohur, edhe së fundmi është shumë virale në rrjet sepse s'ka dashur me jemi Big Brother çdo kompani. Me neve sonte është Iqballi Uduti, e ftoj me Eduard të kitet më. Faleminderit shumë që erdhe, respekte, faleminderit. Gjithdure malla. Qaste komati. Do të kitë nërë për ta dy mysafirë në gëllushëm. A i fulli për rifti ta heqë? Peshkupi. Me prifti njifemi që sa ko, që 3-4 vite. Dore si jallove? Ma dje kemi shku edhe në Iran. A mo dore nuk jallove? 5 vjetë i këbër. Tash, leni këto mua bet. Grani punës ju. Kujdes mikrofoni, kështë të thonë po, a? Unë e priftin e kam si vëllaun tim. Apo jo? Po, pa tjetër. Sepse ne jemi vëllezër edhe motra, ose nga krijimi, që jemi unë njeri edhe Peshkopi është njeri, ose jemi vëllezër e motra, unë nga besimi edhe ti nga besimi. Faleminderit shumë, por me kujdes mikrofonin se Shamia. Kujdes mikrofonin, veç më së tutni, Allah. Jo, unë nuk gëzova për vete që nuk shkoj. Ku? Atje, në Big Brother. Unë larku. Po. Jo, gëzova sepse për mendimin tim, një teologe si Iqbalja nuk i takon që të shkoj atje, për mendimin tim. Pra, si publik. Jo, unë kam qenë thjesht si musafir, si i ftuar 2 sekonda kaq, po që të qëndroja jo. Megjithatë do ta bëjmë një Big Brother vetëm për klerikët. E ta shohim. Për me? Po do ta bëjmë. Jo, s'kom ide, mos më pyetni ka këto punë. Shaka. S'kom ide, ndoshta burim ka na ide më të mirë. Po arsyeën e ke kallzuar, zonja Iqballi pse s'ke. Domethënë burri ju ka qenë shumë shumë. Po. Po çajo është mirë, po Zoti i dim punët e veta më mirë. Pritshmërit kanë qenë më ndryshe të mijat. Mirë, po edhe të kisha hyu në prapë... E di, mërë ta më E di që kam shumë vetë besime dhe kisha bo ndryshime pozitive edhe kur s'isha bo pishman. Po nuk është një emision për shumë që mund t'ja për moral atje. Pse? Nuk mundesh. Edhe Jezusi ka hyu në mesin e të pa moralshve, nëse thoni ashtu. Edhe pse Jezusi ka hyu në brada? Jo, në shoqërinë që ka pas profeti Muhammed dhe Jezu Krishti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe nënën Maria, ata kanë pas një shoqëri shumë të degeneruar se sa ne që kemi sot. Po, e vërtet. Mirë, po ne ndoshta nuk e kemi atë fuqinë e priftit edhe të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Mirë, po ne jemi duke hecur në hapat e profetëve tonë, edhe sado që mundohemi, qoftë edhe një hap shumë i vogël edhe një kontribut shumë i vogël, për neve të Zoti besoj se do të jetë shumë i... Po e kemi pas, se po thëtë zonja Iqballi që kemi pas një shoqëri dhe me thonë ma degenerume, edhe ma të zhveshura, është e vërtet? Po e vërtet, është pa tjetër, sepse unë mendoj që... A kemi pas për shumë kësi femra të zhveshura se kur dëllë që po dalë në Big Brother e kështu? Shiko, unë mendoj, dhe më thënë, jo unë mendoj, po këto janë... Ne mendojmë. Po, të faktuar ne fetarët. Në Arabia ka qenë një vënd shumë jo fort i moralshëm. Degraduar, jo se s'pokuzoj me thënë. 700 vjet pas Krishtit erdhi Islami. Po, 700 vite. Po dhe kjo, dhe profeti Muhammed e ndaloi dhe alkoolin edhe prostitucionin, pra u vënë disa rregulla. Po zonja Iqballi e ka thonë Peshkupi Nikola Xhuka,
që është kryepeshkapi i Kosovës, e ka thonë një mendim shumë interesant kur ka qenë më herët te unë në emision, ka thonë që feja e parë në botë është Islami. Unë e kam pyet pse, se ai ka thonë Islam do të thonë paqe. Po. Edhe krishterimi është Islam, edhe pra duhet të ndajmë hebraizmi Islamin është nga Islam. muslimanizmi. Po, bra. Bra. Zonja është Muslimane, por bindja ime është islame. Gjithashtu, Sakt. nëse fjala islam, seleme, jeslimu, do me thënë diçka paqe. Ndërka që musliman, aji që i përkullet paqes. Edhe feja e Ibrahimit a.s. krejt të gjitha kanë pas të bëjnë me paqen. Kjo sejdja që bien muslimanët, që është për ulja më e madhe ndaj Zotit, te e kemi dhe ne, po ne nuk e quajmë sejdë, po e quajmë metani. Pra dhe në ortodokset e kemi. Pra dhe ju keni adhurimin. Pa tjetër si jo. Kur ka qenë mysafir të unë, tha, apo donë me bo sejdë, thash, hajde, thash, atë, atër ishte atë. Atër ishte atë, po, dhe atje në kur shkuam i Kirësia e ti është krye peshkop. Apo durës të Allah, se thani edhe kur filloj me ullut. Po, shiko. Po s'është nevoja, thjesht me një përulje, me një... Mbretrit edhe mbretreshat. Jo, më nëmë mësë është Covid, jalo. Mbretrinit edhe mbretreshat, princezat, nuk i japin. Nuk i japin. Bravo! Po ta se, ja kena me ngu, se i volën sonte se do statuse i kështë fëqeshme në Facebook. Shumë, po, edhe unë në ndje. Ata bura që e kanë, dhe me thonë, një grue tjetër pak urur, një dashnure, ato dashurët janë lecka, ka ragu shumë fëqishëm ndaj moderatorit edhe kolegët të Robert Berisha. Qka një me i këmone, pse? Qka ki me Roberti? Unë e pash një emision dhe Roberti thoshte se, po thuaj se çdo vajzë tash që miret me dashurit fshefta, apo janë dashnore e burra të martuar, ata e bëjnë ato për shkak se kushteve ekonomike, për shkak mos shkollimit e tjera. Une plotësisht, krejtësisht nuk pajtohem, sepse ose sot janë të emancipuara gratë edhe vajzat në Kosovë, ose kur. Pa marë parasysh që niveli i shkollimit është në nivelin, unë e di prej 2 diplomimeve që i kam marrë në Universitet Prishtinës, edhe u gëzojshin vajzat 25 vjeçare që nesër kanë me u punësu, u gëzojshin për një 6. Edhe kur e tha Roberti, se për shkak çështjeve ekonomike e tjera, çdo burr i martuar ka 2, 3, 4 dashnore. Unë e dhash një statut, një deklarat timën si kundër përgjegje, i thash burrat e martuar që kanë dashnore, ata kanë nevoja. Ata nuk i meritojnë nënat e ndershme edhe nuk e meritojnë të kenë familje. Ndërka që vajzat që mendojnë me bo prostitucionin, si lloj profesioni, nuk është Sot edhe profesione. Sot e kam bërë profesion. Po nuk është profesioni lyp shkollim, lyp diplomim. Apo i të është me këtë thonë që ke thonë për shamo lecka? Po shiko, Kurani dhe Biblia edhe mazi i thret. Mandej ne në këtë kohën e modernizmit, i zbusim ato terminet që janë të repta, që duhet i themi për shembull tradhtia bashkërtore. Po i të unë apo dikush kështë që këtë emision, thotë për shembull, po mirë, po këtu me leç nuk është e lejune bigamia, për shembull. Na për mojna dashnore se s'kem drejt me pos bigamimi, pos 2 gra. Mirë, kjo është justifikim tjetër, dakor. Ajo, krejt tjetër është, na s'kemi drejt, po i kanë. I kanë njerëzit, edhe një e kanë. Me një gjatë shtetit. Nuk bën me ju thonë lecka se për shembull dikush s'ka mundësi mi pos 2 gra. Ko qef, po s'ka mundësi se ligji s'ja vlerat. Shiko, sot... Po do se lejon bigamien. Sot në shekullin 21 poligamin rinia edhe burrat kosovar, shqiptar, as që dëshirojnë poligamin. Sepse ata nuk i kanë mundësit sot me u kujdes për një grua, e lene më i pas 2 gra, po ata që janë të ndershëm edhe të moralshëm, ata ma mirë i bëjnë 2 gra me kunor, një me të ofiçarin komun, ato ta lejon do me thënë shteti, tjetërën nuk të ndalon shtetin që se bon me imamin, me një qaj në imamit. Shka me bo priftat kanë gratit vesh një grue ta njetën një vdes edhe shkoj. Se na me si man të kemi shumë mirë. Qështë priftat peshku pas kanë drejt me mua thu? Në shkallën hierarkike, në kishën ortodokse, kryepeshkopi dhe peshkopët nuk martohen, kurse klerikët, priftërit e kanë të detyrueshme që të kenë një grua edhe fëmijë. Po si thatë, dhe më thonë,
teologjia në fenë ortodokse, a thotë që domethënë ban me pas një dashnura, ne bigamin. Jo, asnjë nga këto. Në Ungjil thuhet, Perëndia bekoi Evën dhe Adamin dhe i lidhin kunor. Që do të thotë burr, grua, një çift. Pra jo një burr 3 gra ose 3 gra dhe një burr nuk bëhet. Ndryshe ne e quajmë kurvëri. Edhe Kurani njësoj e thret. Sepse dashnorja s'mundet me qenë, kur gjë nuk e mban ato janë nepshe trupërore që njeriu ka që i nxjerr për vajzat se në këtë i lloj. paragjykojmë në shtapak, po do të më bë pyetje. Çfarë mendimi kanë për këto vajzat që kanë pas dalë që thonë demek me skurt e shkojnë në Dubai volle? Shiko, moraliteti i popullit tonë kosovar nuk mundet mu etiketu me këto bugarkat, përpara i thëshin bullgarkat, mas luftës çdo lagje e Kosovës ka pas nga një asi kafi që sikon e Sërbis, ku pijet alkooli i bardh, edhe rakia e bardh, edhe aty ke pas bugarka. Dhe kemi dit baba na thoj ke mos gaboni me kalu ka jo mahal. Kështu që na nuk mundemi me globalizu çështjen sepse Kosova ka një moralitet shumë të lartë. Bravo, Fale kontributit të hoxhallarëve që i japin me ligjeratat e tyre, sepse në vaktin e komunizmit na nuk e kemi pas atë lirin e interpretimit, falë hoxhallarëve, por edhe ndonjëherë nuk pajtohemi me disa hoxhallarë, s'duk t'i fusim të gjithë, se nga çështja kombëtare janë pak e kanë dëshiru me na zbej, po na falë Zotit që kemi edhe hoxhallarë që janë shumë kombëtarë, madje edhe në përgjamia në Zvicër mu bo shumë qefi, kur e pash himnin e flamurit e kanë këndu mrenda në gjami. Prandaj moraliteti është në nivel, gjithmonë ka kësi fenomene në shoqëri. A ke vizitu Dubai të zonja Ikbolle? Jo, se kom vizitu... A është që është të letë për shumë me shku atje me bo? Do shta me bukur tem, kishëm shku me ma bo këshia show një reklam, e kishëm marë burin edhe kishëm shku. Se gjithmonë po na thirë një kërkush, po na jep një 2 bileta. Edhe këtu dhe më kompani që janë djashtet ju kësha propozu Ikbolle Arjan ja bën një reklam aty bashkë me Leonin, burrin e saj që është shumë i famshëm. Edhe ja 2 bileta. Edhe një 2 bileta për Dubai, mos është vitineri atje i lutem. Sa bukur do t'ishte. Edhe peshkopin, po. Do t'ishte për vitineri, edhe peshkopin e kishim marrë. Ja, ta shtapismi se peshkopi tha a ka femra që shkojnë në Dubai qështu? Po ka, pa tjetër që ka, fatkeqësisht. Çka mendon ti se fatkeqësisht. Miku yt edhe i Milan Vasili ka pasur në vlllah, tha mos vallë jemi popull kurvash. Jo, nuk mendoj që jemi asoj populli. Shiko, gjithë secili ka ato dëshirat e veta, më kupton, nuk mund do ta bindësh ti atë. Ajo thot kështu e ndjej unë. Rrogat e mira. Kupton, fatkeqësisht. Fatkeqësisht, sepse... E po edhe një fenomen tjetër, zënja Ikbolle. Edhe aty i rritet rroga me kalimin e eksperiencës. Po, vetëm ato janë person vajzat të pavetdijshme. Hina në internet rasesht, edhe po që domethënë në Kosovë vitin 2025 kish dikon 900 pumpa benzinës, edhe kish 425 motele, edhe hotele. Kjo duhet, shafshesi gazetar hulumtues i lutë. Sa shkolla? 425 motele. Shkolla së divish motele nuk qeni pa postu. Çdo njeri motel i ka minimumi, Peshkopi ka mëse 30-40 dhoma. Edhe ma e keqja, gazetari e tregon këta, zotri ma shumë se gazetari, zotri Sabri Imeri, po ma e keqja që nuk mund të hynë aty kamën të qesin gazetar. Aty para 4-5 muje, vajzën 14 vjeqare të mitur e kanë përdor për trafikim, për knatësit seksuale e tjera. Do me thonë, nëse zotri Imeri, nëse proporcionalisht e marim Gjermanin, që ka mëse 60 milion banon që se sasi, edhe kure kanë konstatu këta statistika, Kosova me 2 milion, 1 milion e gjysë banor, nuk kanë ma shumë hotele, motele se sa Gjermania. E vërtet është kjo. Edhe mandje shumë luksoze,
Prandaj kjo është dukuri që duhet shteti me marrë parasysh. Unë drejtë me thënë kam folë të një televizion të shtatë të Arbeni kam folë, edhe ishte problemi çështja e amoralitetit në shoqëri. Unë thashë nëse nuk munden me ndalu prostitucionin, atëherë ta legalizojmë edhe dim filon villa, është vetëm për çato femrat edhe mashkujt e amoralshëm, imoralshëm të cilët janë kanceri i shoqërisë. Mirë po, këto nuk merr masa shteti, sepse... Ato pa u legalizu, po bëjnë namë, imagjinoj Iqbalit legalizohet prostitucion. Jo, unë jam kundër legalizimit. Imagjino të legalizohet prostitucioni në Shqipëri e në Kosovë, do turren burra e gra atje, do shpërthejnë dyre. Cilat burra? Jam 100% i sigurt. Cilat burra? Jam 100% i sigurt. Nuk mund të legalizohet. Ata as nuk janë burra. Ata që e keq përdori një vajzë shqiptare, ata nuk janë burra. E qysh me nolë bre pe zënja Iqbala ose që pe shkupit për alo ma pësire? Qysh me nolë të me thonë këtë fenomen? Nuk mund të... Unë s'jam kundra moteli, se nështë nga vjen edhe reklamë në kush, ata e kam punë, po problemit të qysh shumë bre. Nuk mund të ndalet ky fenomen që ka lindur me njeriun. Gjumi nuk ndalet. Nuk është e pa mundur. Kjo është të thjesht në ndërgjegjen tonë. Po qysh me vetëdisu shoqërinë për shembull? Vetëdisu për shembull sallonet e masazheve kemi shumë Kosovë, dhe në sallonet e masazheve nuk kemi profesionaliste të licencuar. Tajvanka, tajlandes ka skem. Bile ato nuk i kemi. Dhe në sallonet e masazheve nuk bëhen masazhe për fat të keq. Prandaj, krejt është kjo punë e mundshme. Njeriu kur nuk i tutet Zotit, i friksohet ligjit, edhe ne s'kemi shku, po duhet mi ditë këto se jemi na i ditë pishkrime, sa s'na s'kena shku rrumlazat, po problemi që... Isha dris ke shku, dyshaj. Unë s'kom shku për veti, për shambull, unë e bëdja marak, po është fizioterapeuti për atë punë, jo masazhir. A o qështu? Fizioterapeuti e ka licencim. Se për shambull unë e ka ty ta bëj qështu në qaftë, po më kia kur damori së në të gjoj. A i fizioterapeuti e disa ku më të preka, tik cem për vjetë. Jo, përbes mas luftës seriosisht e kam edhe vetë... Jo shumë tim serioze, shumë e mirë. Po mas luftës, kur kom një që ka nërë Tajvankat, edhe më duket se është edhe një me një vend atje ka kodra e trimave, edhe më kanë thonë njerëzit, bashkëshorti im ka qenë, edhe unë kam qenë bashk, edhe ishte veçmas për gra, veçmas për bura. E vërtet. Po ajo është qështu është të verizaj për shumë të evaluonit të një miki jami? Si me thonë, një veprimtari shëndetësore, që javlen me pas gjdo lagje e Prishtinës. Ta pizmi krepe shkupin. A je vizitor të i masazhat? Jo. Nuk më pëlqen. A i lejem feja, për shumë, ortodokse? Kë? Do më thonë masazhin. Masazhin, po, masazh është masazh, po keq përdorimi është tjetër pastaj, që e ndalon pa tjetër. Kurvëria në kishë është rreptësisht ndaluar për besimtarët. Te ne është edhe ajo edhe po fenomeni për shembull i pa dosh me ofendu se na shtatash, mund më na paragjigua ata dhe mund më na bon në fal vrejtje, po zënja Iqbala e ka pas një temë shumë interesante në Klan Kosovo, që edhe përmendi bile, për komunitetin LGBT, ke reagu shumë ashpër me ne. Zakonisht nuk reagoj ashpër, po nuk ja miratoj. Nuk ja miratoj, unë e di që edhe në kohën e profetit kam pas kësi lloj njerëze, unë i mendoj që ata nuk janë të smur, po si çdo njeri që kanë ndonjë defekt në trupin e tij, edhe këta persona për fakt të keq kanë defekte, por më e keqja e kësaj është që ata nuk shumica prej tyre, për shembull, ka gruan, ka fëmijë, edhe është biseksual. Edhe kjo është një defekt që paraqitet. Është punë qefi. Nuk është punë qefi, është punë defekti që edhe pedofilat, më falni shprehje, që janë ata nuk e shohin veten e fort para një grue të fort, të bukur, të madhe. Po mirën me fëmijë. Edhe mirën me fëmijë. Edhe këta LGBT
nuk e shohin vetën. S'kem kur gjëna kundër si tema, vedem. Unë kështu e kam thënë, e tham edhe mendoj. Mirë, po nuk jam nuk jam kundër se nëse nuk kam arritur me eduku edhe fëmin tem, shumë kollaja jo ka me undiku prej kësaj djali apo vajza prej këtyre medjave që e përkrahin. Bile kjo ka qenë termokos, ka qenë një si ndërtim shumë i madh ka qenë në Prishtinë, tash si erdhe Trumpi i kanë dalë këto fondet, edhe ata janë qetësu pak, edhe kur e kanë bo termokos për i Kosovës, pra që ka qenë për nxemje qendrore, e këshin bo termokis, 300.000 euro shpend Ahmeti, nga atër ishte vetëvendosje, i ka dhënë për këtë komunitet. Kjo ndoshta është ligji botror, strategji botrore. Na s'kemi që ka me i bo. Mirë po, na mundemi, vetëm që të kry, familjen une si e sho, si sociologe, si psikologe që i studioj këto dylemi, e sho familjen tonë shqiptare në si një pompë, si një shtëpi, afër një pompë benzinit. Edhe kur fillon ajo pompa e benzinit mu kall, atër ti qka kime shpëtu? Kime shpëtu vetëm kap djalin, vajzën, fëmin edhe në i send qmushme. Burri vetë në kanë, se a i zotit. Gjithaj qmushme. Prandaj falë zotit që kemi familje shumë të mira, po edhe nuk ban me i bulizu, nuk ban me i nënqmu, ama ata kanë defekte në trupore, genitale, prandaj mundohen... Qka me ndani për ato emisionet, dhe më thonë që i kanë bo model, apo për shambull Big Brother, gjithmonë e ka një t'til. Qka me ndani jo, zënja Iqballa? Për këtë fenomen, për shambull. Po, kam qef për Big Brother që... Ane që peshkupi, peshka për shambull, zënja Iqballa, aty ku ka dosh me hinë Big Brother, për shambull, një ndërtu, për shambull, unë s'kam kur gjë kundral njerë, për jo thamë, kamera dhe regjia atje dhe shikus publiku. Ka qenë për shembull Lindare, banore e shtëpisë. Transgjinor, si quhet? Ata janë transgjinor. Transgjinor, por ajo është një mëkat i madh. Është mëkat i madh, nuk mund të bësh ti nga grua, të bësh burr ose nga burr të bësh grua. Perëndia ka thënë femër dhe duhet ta mirëmbash bukurinë që ke. Perëndia ka bërë mashkull dhe duhet ta mirëmbash burrnin që të ka dhënë Zoti. Këto pastaj për mua janë super egzagjerime të mëdha. Kurse për komunitetin, gjithë se cili e di vetë se ku i pikon qatia, ti së dri. Ne që nda lutemi Zotit që sa më pak të ketë prej këti komuniteti. Më fali këbare, nuk mund të shprehemi ne që jemi klerik për komunitetin LGBT. Pse? Sepse dihet botërisht që jemi kundër, po t'ishte për mua për Iqbalin nuk dhe egzistoshin fare, as qëndrat e atyre, as parada e krenarisë. Për qaj e krenarti? Qa ke bëti që e krenar? Që e mashkull? Se shkon me i mashkull, për punë e madhe, kush të pyti? Krenar duhet t'jesh... Krenar duhet t'jesh se ke fitur në universiteta, Po se loto. Po se loto, edhe loto. Ke kriju familje. Po se del emisioni mirë e krenor, që kurën në sonde. Kam drejt me dalë me protestu, jam krenor. Ke kriju familje, je produktiv. Pra këto janë krenaria që mund të dalësh dhe mund të bërtasësh në rrugë. Po, vetëm ne si klerik që jemi. Po shumë emisioni mirë, shumë edukativ sonde të në dollë. Megjithatë, gjithë se cili nga ne, pavarësisht se ne që jemi fetarë, dalim edhe flasim edhe bëjmë morale 1 orë, 2 orë, gjithë se cili në fund të ditës do japi llogari tek Zoti vetë ai. Ti do japësh vetë llogari te Zoti. Vetë hina në varra, nuk him me vetë ditë. Po vetëm nëse krimin e përkrah, apo jo, patjetër, jo ta përkrah. Ti e përkrah, një pjesë e kia të ti e pjesë asaj, ose një delen që ose e preme dhe e varim që tu në nxehtësinë e qytetit në pazar, në që se e lojmë 2-3 ditë, ajo ka me lishu bakterje. Por na sa ma shumë duhet, jo vetëm na gjithë populata... Me luftu fenomenin. Jo me luftu, nuk mund është me luftu, vetëm me mos me jam miratu, mos me qeni knaqun, mos me indihmu, po me indihmu në aspektin se ata nesër kanë hepatit B, e kanë sidën, e kanë luj probleme me... Po përshkam që ka dashte? Shiko, se erdi fjalla tek familja, tek rinia, se lija jonë këtu në Prishtinë është afer
shkollave. Dhe fatkeqësisht, po të dëgjosh fjalorin e fëmijëve, është për të ardhur keq. Domethënë ai djali që është në klasë 5, 6 ose 7, fillon dhe shan me një fjalor kështu sa ke dëgjuar një herë. Kjo është edukimi. Kush e ka faj? Familja. Familja, shoqëria, shkolla. Shkolla, sadria, prifti, hoxha, kush e ka faj? Ishte një rast fëmiu imi vogël, ishte 6 vjeçar, edhe erdhi prej lagjës, edhe filloi mu shame, nane, ku ta di unë? Thash unë e djali, thash mosin, thash, a shan mami kështu? Jo. Po motra, po vllau, jo. Po babi a shan? Ja, be tha se babi s'di. Do me thonë, hapi parë është fëmija, edukata merret të babës dhe nanës. Qenk bollës po dojna me... Po, se s'ko drejt me asi, po ty po të thy. A pajtosh me do të deklarata, për shembull të xhallarëve që janë kundra shtëpisë Big Brother. Për shembull kanë thonë ajo shtëpi është e Aramit, ajo shtëpi. Jo. Pse? Të them diçka. Do të tregoj një histori që ma ka thënë një teolog musliman. Se me që i kemi një qef sultanët, ju dëgjojni një qik të shi. Ishte sultani dhe kishte dhe vezirin e ti. Dhe veziri, duke parë që të krishterët në Konstantinopol, në Stamboll, po shtoheshin më tepër se muslimanët, shkoi dhe takoi sultanin dhe i tha që madhëritha ne duhet t'i largojmë të krishterët nga Stambolli, sepse ato po shtohen shumë, tha. Dhe sultani me shumë qetësi e mori vezirin e madh, edhe e qoj për jashtë e kopshti. Dhe urdhëroi aty në tavolin, ishin shumë lule të ndryshme, ngjyra të ndryshme. Buqet. Dhe e urdhëroi atë shërbëtorin sultani dhe i tha, hiqi të gjitha llojet e luleve dhe vetëm lulet e verdha. Dhe ashtu bëri shërbëtori. Edhe e mori sultani vezirin e madh dhe i tha, hajde këtu, tha. Si të pëlqente, tha, më tepër, tha, tavolina me një shumëllëshmëri ngjyrash me lule, apo vetëm një ngjyrë? Ai ndenjë dhe tha, jo, tha, me shumë lule, tha, sepse, tha, diversiteti atëherë. Diversiteti e zbukuron. Është begati. Big Brother e zbukuron, po thotë. Dhe në kuadër të këtij diversiteti dhe të drejtave të njeriut e tjerë, gjithë secili ka të drejta mendoj si të ketë dëshirë ai. Pra, unë nuk kam pa që në Kur'an të shkruhet është ndaluar me Big Brotheri. Pse kam pa? As në Bibël nuk e kam pa. Këto janë mendime individuale të klerikëve. Të cilët marrin përsipër, më fal, Sadri, të cilët marrin përsipër rolin e Zotit. Po, gjykojnë. Pa gjykojnë, hyp ai hoxha atje majt, si quhet ajo që? Mihrab. Mihrab, hyp atje në mihrab dhe fillon. Kjo është haram, mos ishni vetlat i ke rregullu ti. Po, thonë te vetlat. Mos ishni vetlat, mos ishni kime. Jo, po është haram tatuja, vetlat tatuja ishte më të veta. Jo, këto nuk janë tatu, këto janë. Po ajo është haram. Mikroblanding, disa e thënë haram, shumica e thënë jo. Po se abdesi domethënë uji. Jo, nuk ka hyn abdesi, sepse kjo është sikur këna, si ngjyrë. Po është e shpjeguar kjo. Dhe që deshta me thonë, kështu që është haram asoj. Diversiteti, disa thënë. A pajtohesh me xhallar? Nuk kanë Kur'an, nuk kanë Kur'an. Ti zënë bolla pajtohesh me mendimet të xhallarit? Jo, të gjithë nuk e thon haram sepse në kohën e Për shembull, teolog që unë e çmoj shumë, Ardian Sedi është gaferizoi. Po. E përshëndes me shumë dorë të vidje, po. Ai ka thënë që domthon Big Brother është shtëpi e amoralitetit, domethënë. Tjetër gjë ajo dhe tjetër gjë harami. Po amoraliteti është haram. Po haram është hyn tek harami. I kemi 20 anëtar. Ai ka thonë shtëpia e amoralitetit, do s'kam kurrë kundra burrë. 20 banora janë aty 20. Prej që aty me 20 banorëve i kiti, në çdo katërt në shtëpi kemi një shkurte, një ato, një çushikanemra. Çdo katërt në shtëpi kemi. Do ata s'kan shku me mon në Greqi. Aty na i kemi një ma me virtyte, dikush ma me liri. Po për lapina drejtë për shkakun dhe kena posë për safer. Kjo është një vetëdijsim, por është haram kur ti shkon e blen për shembull ato pagesën e mujore, edhe ti tanë ditën rrin në koltuq, edhe rrin i këshyr tanë ditën që bëjnë ato. Ajo është haram. Ndërkaq, të gjithë banorë që ka janë aty i kemi në përshpia. Deshte. Ju shdojnë njëra. Ja, ata s'kanë shumë në Amerikë. Ata vetë kanë me pa që famën, e për famën e vetë e kanë shit moralin e vetë,
nuk janë vetëdijshëm për veti unë suksesin që shesho. Se dikush thotë, jo, po ke dash me shku për famë. Jo, unë për famë nuk e shoh dy lloje suksesin. Një sukses është për famë, edhe për materializëm, është shumë e vërtet, edhe e dyta është për vlerat morale. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ai ka ardhur me ngrit hulukil adhim, me përsos moralin, edhe i thot Zoti, a nuk ta heka unë ty barrën e rand, edhe ty ta dhash famën, do me thënë, për çka ja dha famën? Për vlerat morale. Edhe na jemi aty, nëse ka një vlerë morale në Big Brother, ama unë të kishëm hy, unë kishëm hy me vlerë. E vërtet, po për lapin e drejtë, çka mendoni se jeni konë mysafir bashkë? As një vit kuqe se kisha shkel. I mirë është këngëtar shumë i mirë, muzicient, për muzikë. Po të ka pasur këtu shumë diçka të na për fe. Jo, u ka përzi me fen, po a di ka shti dorzat në dorën e uje, i kanë... A beson tini me Iqballi se unë kam shumë shok Lobin? A beson që është çështë besimtar që thot ai? Shiko, me qenaj... Folet modh kanë erë me patike kështu. Shiko, me qenaj, po kretë, shumica falen. A lejohet më folë modha? Jo, Hanefit nuk e kanë, se ti me qato këpuca për shkon WC, ose e shkel naj fekalje të matës. E qka me ndonë për Lobin? Abe, burri mirë është, e ka familjen shumë të mirë, i ka gruën shumë të mirë, nanën e ka shumë besimtare. Për paskena s'po ful, ja. E ka për muzikë, ja jap dorën, 4 gishta se dorën si ja jap. Për muzikë është shumë i mirë. Po për fejë, që shetë? Për matu, zdi, se kum pa as të falë, as në haqillëk se kum pa. Po e ke po qëtu në emision të naj, e kom bashkë Jo, se kum pa unë e këtu të falë. Jo, ajo është në botën e vetë është shumë i mirë. Bota e muzikës është... Po për propaskenat bashkë me butrinën, s'po fulm, ja? Jo, s'di, s'kam një uri, pa. Unë e feja thot në qësë mu ku mundesh me folë keq, për dikon që ose nuk është aty. Kështu që unë e flasë për labinotin shumë mirë, derin sabah, më së pyt një. Ani, doli pak të peshkupi, e ke po sot një shkrim shumë interesant për kishën e Slobodan Miloševićit, qështu njët në të teknikë. Qështu njët, kisha, ose kisha universitetit. Ja, vala universitetit. Universitetit s'ka pos kish kur, po ja kanë morë. Ja kanë morë objektin, po me naj tukën në universitetit, edhe kanë kru kish. Se e një kontra mu rënu. Peshkop, se të kanë reagu shumë o gjëllarë. Po lene, shikoj, diku është e keqa jonë, të shti, ne po flasim për kish, dele dhe flet hoxha. Po që pun ke ti që do flasësh ti për kishën, ti e hoxh, shiko Xhamin. Që po duhet ty? A kupton? E keqa jonë është që do dalin muslimanët dhe do mësojnë ortodoksët si organizohet ortodoksia. Ai është ignorant për vete, nuk di. Do më mësoj mua dhe besimtarët dhe klerikët dhe sinodin se si organizohet. Nuk bëhet kjo. Po veç kjo kishë është çështje kombëtare, nuk është çështje veç e fesë. Është kombëtare dhe fetare. Në momentin që ajo ka kryqin atje lartë, unë e shikoj që është kishë. Po veç ajo ju pengon dhe gjëllarëve, mire kohë i bona, për arsye se e kanë ndërtu atë kishë, është ndërtu me miratimin e krye kasopit, balkonit. Nuk është monument historik. Nuk është me në monument që shkam Ma li ta mbaroj, po, ta mbaroj, të lutem. Atëherë, për këtë temë duhet jemi shumë të kujdesshëm, se unë kam parë shumë shkrime në për portale dhe në për media të njerëzve inkompetent, që nuk kanë lidhje fare me kishën dhe me ortodoksin. Doni s'doni, ajo është kishë ortodokse. E Miloševićit, e Viçit, e Lopës është kishë ortodokse. Është ndërtuar si është ndërtuar në momentin e gabuar, në vëndin e gabuar. Pak rëndësi ka. Sot që flasim, ti nderuar, aderon për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe Bashkimi Evropian nuk të thot ty prish kishën dhe prish xhamin. Ti dhe unë, më fal, ti dhe unë e dim historinë se si është ndërtuar me dhunë. Çka po thotë? Ajo mos po kërkesa e institucionit ton, e kishës ortodokse autoqefalet të Kosovës, është që nga kisha e vrasjes, e përdhunimit e dhunës, të kthehet në kishën e paqes, ku të gjithë të krishterë katolik, ortodoks,
të bëjnë mesh aty, t'i lutemi Zotit aty. Ti kthehet Kosovës. Ti kthehet Kosovës Tu dhe pajtuna, t'jetë Dordogjitje, pronë e shtetit. Unë kam një mendim tjetër. Shikoni. Iqbale, pronë e shtetit në administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefalet Kosovës. Po, zënë Iqbale. Shikoni, ne jemi shtet demokratik me kushtetut laike. Edhe nuk ka pas pardon shteti prej neve kur na ka rëzu xhamiat. Po jo xhamiat e të kaluarës. Xhamia e vjetër në Mitrovic është bërë park i qytetit. Shpresojmë qeveria që atë xhami themelet gjenden nën tokë, që ajo të rindërtohet. Ajo është historik. Ndërka që kjo edhe katedralja që është bë, janë bë në vendet institucionet laike, ku është rënu shkolla, institucioni i arsimit, i diturisë, që është gjithashtu shkolla e mesme, Gjevdet Doda është vendi shenjtë. Shkolla për neve është e shenjtë. Xhamia gjithashtu është e shenjtë, por mendimi im është janë të dyjat në vendet të gabuara. Nëse prishet kjo kish e serbëve, atër prapë po i bëjmë pa drejtësi, sepse edhe katedralja është ndreqë në vendin e shkollës. Na muslimanët e kemi lypë përballë kësaj kishës serbe, ose e kemi lypë qatë kishën me shëndru në xhami, sepse kemi shumë student që na falen në përqoshet fakultetit, me nxije dhe ato në marrin kartona, marrin se gjade me veti, vetëm me nxije bojmë fakultetin, nuk ja lejon as një salë të vogël për mu falë, mendimi e është zotëri Sadri, ajo kish, si që kanë thonë disa mendime me u bo muze, prapa ajo ta rënqeth trupin kur i shefti. Që ka më rënua? Jo, më rënu nuk numëron historia e islame, e muslimanve, historia e muslimanve kur nuk ka rënu. Na, masi jemi shumic muslimane, neve u desht atë kishën neve me na bo xhami. Sepse historia jonë e numëron, e kanë të shkru me një histori që kishat bohën xhamia. Edhe studentët e fakultetit... Historia e ku po xhamia të kisha ju, a? Edhe ato e bojnë, gjithmonë e kanë bo sundimet, e unë kisha thonë, qatë kishën, një verzion e kisha thonë për mendimin tem, për studentët, mos me na u falë në përqoshe, në për koridore, por ajo mu shëndru në xhami, ose e fundit, mas shumëti, kishte me i taku kishës autoqefale të Kosovës. Bravo, këtu pajtula, bravo. Kjo është mendimi jam. Që ta është fund që të dyjat, as ta është të rregullove. Je se kena një tim shumë interesante se e ka mëndë Unë e kom fjallë të gjata, po nuk i kom flok të shkurta. Shkurt edhe një 2-3 pyetje, i kam se kemi në musafir shumë special. Peshkop, kemi po her pasere që dhe më thonë ti sërbë nuk lonë ratë asë njerë. Qëka ka qenë dhe më thonë një kera po vetur, makinë me tablat të Beogradit për ballë kishës autoqefale shqiptarët Kosovës? Në faktikisht e kemi pasur këtë si problematik dhe kemi quajtur provokim, për shkak se nuk mundet një makinë me targa serbe të vijë dhe të blokoj derën e Po a keni informacion kush ka qenë, kush e ka sjell aty? Nuk kemi informacion, kemi lajmëruar policinë. Kush e ka sjell aty atë makinë? Nuk e dim, ende nuk e dim. Mendohet që kanë ardhur shumë rastësisht. Ndoshta mysafir të lagjës. Nuk e di ende, por... A ka posë diçka mrena, eksplozivës e kështu diçka? Jo. Nice. Iqbole, nuk ikmi piti, më zonja Iqbole, për thamë se ju Iqbole s'ban me thamë. Falenderit për respektin. A e kështë e folë të ratijën, dhe më thamë, bashkërti ta në Leonit. Unë e kom thonë ka mos që njëherë burri du të mja falë. Njëherë? Vetëm njëherë. Sepse, adin qka? Njëherë për qeftonë, një për të vetin, edhe një për qështënjës 3 herë? Ja, njëherë, sepse ndoshta një shoqja jeme e ka bo me qëllim që mu me ma marë statusin e nënës së fëmive, zonjës së shtëpis, grua së burit mirë. Edhe sot shka zbajnë, me një senta që aty në gotë me pi edhe ta merë burin. Po gruja e mirë e runë statusin e vetë, edhe ullet me burin, hajde, qka ke bo, te trego, lujmë shahmat, edhe e bëjmë matë, kralicën nuk e japë. Bravo, a kralin e japë. Se kuptoj ka shohë shumë mirë. E për kralicën që nuk e japë, e shahin e japë,
nëse vjen burri im Luan Brokeri, a ju kallëzon për këtë punën. Kur lujun në tabel, unë e thom, ja, kralicën, mbretneshën se ja, a mbretjen e ja. Mbretjen e ja, po. Prandaj, tradhtia, pra po këtë të tema, duhet mu falë vetëm një herë, se ka lloj mënyra, edhe pastaj burrit i thush, zotni, ose merri 2 kartela, ose shko të psikologu, ose të avokati. Po kush e shek këtë emision, zënja i bodhe mund me thonë për shambull, gjithë mund me thonë një herë, për shambull dhe trathen, shambull për momi me një vojës. Po e trathen për shambull me një vojës blerinën, pja fut mi këtë. Po. Edhe ta është vjen burit i a folë se një herë. Dytën herë trathen për shambull me egzunë. Edhe ajo është një herë, se pis një herë me egzunë. Këtu Kurani thot, shiko që ka thot Kurani. Një herë me blerinë, ka një herë, ka dy. Le të martohen, të ndershmit me të ndershmit, të moralshmet me të moralshmet. Kurvorët me kurvorët. Laviri me laviren, verset kuranor. Nëse një grue është e ndershme, e moralshme, edhe she që burri vetë s'ponalët. Me një blerin, për shkon të egzona, baj. E peshkop, a e falti? Ama njëherë falja. A e kështë falti peshkop të ratien? Jo, absolutisht. Në momentin që bashkëshorti atë rafton, automatikisht duhet shkojnë drejt divorcit. Drejt divorcit? Pa tjetër. Sepse ti e betuar në kish, që do duash vetëm një grua, si shkoti me tjetër. Dhe në vdekje, po. Si shkoti me tjetër kështu, a shkoj me pasport, a shkoj me një kongë, sonde. 3-4 kongë, 3-4... Kënga po ilahi. Shka të doni... Ilahi po është edhe peshkupin, është atë pengon, peshkop? Jo, nuk më pengon. Jo, peshkupi është... Po ma shumë kishte me qenë kongë këmpëtora. Po, më lezet që më do ishte ashu, po s'push po. Edhe këtë po e t'gjoj, po sa këshikoj. Jo, edhini, fitim gashi bashkë me jetë të nasoni që tashin. Në këtë bot i vetëm jam, s'kam bab, nuk kam asnan, shumë lot këta sim me kanë lotu, se s'kam akush me më përqafu. Shumë lot këta sy me kanë lotu, se s'kam akush me më përqafu. O Zoti ma, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më mban ndërmau. O Zoti ma, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më mban ndërmau. Në rrug dita m'kaloj, pa shpres e buk pa ngran, kur jam i smur, dhimbja mundon. Ah, preni nonës, shumë mungon, kur jam i smur, dhimbja mundon. Ah, preni nonës, shumë mungon. O Zoti ma, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më ban ndërmau. O Zoti ma, vetëm ty të kam, askush përveç teje nuk më
bandërma. Me të më bërë në ty të shka me kënoj. Ja më kënoj vetëm. Qka e në më shumë një raka, qka? A keni edhe jo një me fejavë të dusë? Keni këngë kështu ilahi? S'kan ilahi da? Jo ilahi, këngë Jo, fetar. ne kemi muzikë bizantine. Po dhe? Muzika bizantine. Muzik- është ajo. E kompozuar nga Joan Kukuzeli. Janë- Nisë, këto janë temat mëdhaja. Temat krona, po. Ashtu. Po vitin e ri, festani ju ortodoks normalisht. Patjetër. Zëja i këbollet e Dhe në datë 1, sa për kuriozitet, ne festojmë, në datë 1 janar, festojmë rreth prerjen e Krishtit. Rreth prerjen e Krishtit, po, Nuk e di si i thoni ju rreth prerjes. Syneti. Synetia, sepse dhe ne e kemi. po, synetia. Dhe të Po, krishterët, zëja i këbollet, festani ju vitin e ri? Po viti i ri është ndrimi më të moteve. Do më thonë s'është haram, pisha. Jo, kurse, jo, pisha simbolizon një bim të paganëve, edhe na nuk duhet i përngjajmë të krishterëve. Mirë, po kjo nuk do me thonë që unë e nesër mëngjes, mos me shku, unë nuk mundem me shku në kish. As këta nuk mundën me anë xhami për Bajram e na Pisha për shka të bëjë, Pashkë. pëse më në pisha haram shka Mirë të po, na duhet me shku me ja kremtu, sepse Qish po vitin e ri, s'po du me ja kremtu këtyme, s'është një edhe këtyme. vitin e ri edhe krisht lindje. Po s'është i këtyme vitin e ri. Vitin e ri është, do me thonë, nuk po të Ndrimi bëjë. më të motët, Pa, kjo s'ka të është bëjë me fest kombëtare është, fest kombëtare, mirë po, Globale, me thënë globale, kështu, globale. A, botërore. është vitin e ri, a ko të bëjë vitin e ri me ortodoksizëm ju? Jo, nuk ka, as me islam nuk ka. E a këtu pse kam një musafir shumë special. Hajde ta shohim kush është ai mysafiri special. Me neve son me darë të kitet moja, me neve son të është Loni Brokës, burri i zënë si bola. Hajde. Zuzur në ara, po, këtu. Më fani e ka shkollë për Beograda. Pas ka pikë o Iqbali, Me pas kapitit e i tash të ojë, rakia ndaliohet Ndale. Fani në Ndale qarë. Imama zotni. Nxire për jashtë, o Sadri. Ty Sadri. të ke bo qyko burë. Sadri. Ka tha ma herët, rakia është ndalume. Lutëm një. Sadri nxire jashtë. A me kalu, piqa ty, sepse Burën e tu të pi pianica. me vëdheq programin. Zënja i gotë, ja tha ma herët, bravo po t'ja tha ma herët. Është haram. O artisti lindur e kam burrin, kush e ka i nati, bile që aty Qysh be artist nuk i pas ka pikë ka po qyk. Ju, a? A ke pi në herë burjem? Një Kur pik. hiq njëtën teme, edhe E basi e ullë me odhe që emisionin ka zëna, qka o puna s'ti flamurit ja fone e zburë, si pikë, unë ka. Hajde. po e dini që është në gjyre bardh, mes është në gjyre e kuqe. Po qka farë do me thonë një Nuk ka vlerë që se nusja nuk delë si flamuri kine. Japonez. Japonez. Të mos s'ka vlera. Ja, që shtu ka E ty më falë që po të vesa, për ty të ka dojtë si flamur japonez. Tani, unë kam interes që t'ju përshëndes juve dhe shikus të E unë juj pitevër. dhe mësafir të gjithë që jeni këtu. Dhe na i pyetje për një raki? Pytje, për shumë, se nuk reklamoni edhe troje, për shumë, dikush që ka me shit në isën. Po s'pi binë se vëllojna me qefi reklamuj. Unë shes 6 e këtë tokë, afer Lipjanit, numrin e telefonit e keni të Luani Broker. Shia, numri telefonit që është, thuja. 044 Po? 200 413. 413. A ta bëj një pyetje, Zotri Luan? Po i keni ndru vendet. Pse, po s'ka lidhje. Pse nuk e lejuve zonjën Iqballi me u fut Big Brother? Nuk kam ndalu une, ishte fjala që unë jam me Parkinson, E di. edhe më ishte vjen shumë edhe keq. 2 orë, edhe kemi bo një përgatitje, ndoshta 2-3 javë, jo me gardarobe e tjera, por ja që Parkinsoni është një smuje çuditshme, cila lajmërohet nga uji i bunarit, preferoj gjithmonë të vlohet dhe të pijet, pastaj prej boksit, këtu që tërhek një vëmendje që burat mos t'i rafin gratë e veta se nuk fitojnë kur gjë tjetër veç se smujet me qenë. Bravo. Po mendoj smuje për gruën, prej tronditjes, apo të Po dhe, që se raf gruën Se e ti s'm ke raf, Muhamet Alia ka qenë. Jo, ti e ke rafat të përgjithsa. Zotri Lan, tash të kthehet domethënë mirë me shëndet shqyqër Zotit, edhe uroj që ti jesh shumë i kështu gjithmonë të harreshëm se edhe je artist i vërtet. A e lejon zonjën Iqballi, a është zonja Iqballi për Big Brother as është? Jo, nuk besoj që është, sepse jemi të lidhën, jemi që 40 vjetë bashkë. Pa, a ki që me po dikon tjetër në Big Brother, ku? Dikun tjetër kësha preferu në politikë, se e di që po të ishte hap një zyre apo një institucion
nga të parlamentit apo në qeveri ku është që të ketë një sinkronizim, të ketë një kolorit mes njerëzve, që të edhe me dasht edhe njeri unë i cili ka fenë katolike, ortodokse, muslimane, me kalu sa ma mirë me zveti, ajo do të na kishtë ndimu. Po kjo tha ma herët që do me thonë një tradhti ta kish falë ty. Jo si kom falë. Po jo, nëse e kështë falë ta kish falë. Aja kështë falë ti një tradhti zënë si këbolla ju. Ja. As një. Ska nevojë. Nëse një njeri tenton që atë tër jetës vetë, që të ketë dashurit, të ketë një respekt, nuk mundot me ardhë deri të aty. Nuk ka nevojë. Bravo. Qka kime në thonë tjetër? Një poezit Vockël, për shama. Pa problem. Veç, t'ki shku që to ma shumë, anë i thuj për që aty. Se, dhe qysh, hajde, nuk e kamë në që për vend. Po nga të zujnë si këballë e këlloj e shi. Mjalpi lëpjet për lezet, edhe karika për pushtet, urnë. Bravo. Ati ofër, ja, mes. Jo, se thonë nda qiftin pasaj. Po. është një poezi e Vockël, një dyreshta është në... Regjia kësha po shef kur ta lexon poezien me morë të ditë edhe zënjën i këballë edhe longë. Po, bon edhe një trapavit me po. Bon edhe pak me, po, bravo. Qfar poezi ke pregadit, Luan? Të thash eja. Të thash eja dhimë të zemrës t'i tregoj. Po si me t'i tregu? Se ti kur vjen, dhimë të zemrës shkojnë. Faleminderit për këtë poezi. Bravo! Poete kam burën. Ja, kisha pos dëshira diçka sonte, po im të e prit Leoni më s'ka në i sen tjetër, më na thonë. Unë veç kisha cek për biznes, se ka shumë dashamirët edhe qytetarët të shqiptarisë, me thonë. E njën krejt, po gjashtë. Janë 4 hapat shumë me rëndësi për biznes, hapi i parë është vëmendja, apo përkthim reklama si që njët e populli jonë. E dyta është kritika, njerëz të fillojnë me kritiku që ka po lypti, je qel jashtu, je kështu ato, mos i merë një parasysh kur. E treta është urejtja, urejtësit pur mos i ureni, sa ta mas shumë të ju bojnë reklam, dhe e katërta admirimi, jo adhurimi, po admirimi, kur njerëzit e din, aha, do në me shiku sa pri i merin, atër urdon YouTube, lëshojen, dëgjoje, shikoje, mësoje. Admiron. Që të bëhen më shimë ma po dë, vish ma këthen kështu. Sadri. Shka puna gishtit ish punë e më odhe, se e kom po një intervist. Jo. Qëke? A vede? Se di unë e kam për Parkinsonit. Ja, kërë një njoftu më fillim. Gishti vogë. Mira, kemi qenë beqarë, Ma unë ja ku nguce pa. Po dhe? Zonja i këbollët kishë Po, nguce pora. ky pa, shumë mirë. Para saj motrës i ka tregu që ka një simpatin ndaj meje, ka një respekt, do t'ishte e lumtur nëse martohet me mu. A u konë qëtu zëtni gjithë, zonja i këbollët, a ka nejtë me kravat? Kush? Jo, unë e kumë pa me kravat. Ka qenë kështu tamam. Ja, bre, se ti thonë një intervjist ka qenë pasonik gjithë burri? A ma kuller ka qenë, ky pasonik ti kish vesh edhe një farfarmer ka prej shtallës, lobve, ky i shkon ku me ditë kush. Dhe tash përre me kravatë, po vjen i noti kravatë, t'i ko matë mira se t'mija t'i ko. Nëse më donë mu, ky duhet me bo une qa du, edhe une për këta bëj. Mu po mje mirë që po? Jo, normal duani i përdor të gjitha garderobën, unë jam ajo që kujdesëm, nuk ka grue dytë, kështu që detyrohëm une mu kujdesëm. Më zoti Luan, me qa grue. Zonja i këbollë ka thonë, burri mirë i takojnë 2 grotë. Po, vallaj. E te tash ta Leoni o burri mirë, unë nuk di. Mu nuk më duhen 2 probleme. E kini grue, është grue, bashkërësi, familje. Kur i ki 2 bon probleme, edhe para edhe dyta. Bravo, da të ki. Muri me 2 gratë, misha pala. Për këmisha pala. Tash po thot se kërëkon ma i ris ka thonë kështu? Jo beshu isha. Ama e kjene në diçka shumë interesant, ke thonë 3 gjona që ti ka kërku i këbollja ja ke plëcu. Po. Mbulesën, fakultetin, kisha po shep mi thonë se... Jo, mbulesën e ka pas. E ka pas. E ka pas, ishte fakulteti mos me analu shkollimin. Sa të shënë shkollu. Patent shoferin, të 2 bashkë e kena marrë. Edhe punësimin që se unë du. Edhe punësimin edhe shkollimin
Edhe në Qave jena shku bashk. Po, që ama me shku dhe ka depru, kur ti ke thonë fizik fakultet. Ju 3. Valla, alas po din muna. Tash jam të shyrë doktoraturën, po librin e kom së shpejt. Po edhe po tash se fundmi. Po qajin, kafën ja boj unë në mëngjes. Po pasha zotin. Mëngjesin ja boj, hajmë bashkë normal ja boj mëngjesin, nuk pritoj. Pra duhet me pas një harmoni, nuk shkon ajo, adin e kalon nonën, babën, adin qështu është një farrendi. Unë kësha po sef një mesazh për fund prej Peshkupit, edhe në fund kësha po sef dhe lanë me mbyll me një vals. Për juve dy, a ban? Jo, nuk valqer, me dans. Po, nuk dimbe në qasë? Ja, unë e kom po një emision, më keni pëlqyja zakonisht shumë. S'ka rëndësi, na Jo, përqyna dashuri... që krejt bashkë, jo krejt bashkë. Një valle shqiptare. Ane, banë dhe valle shqiptare, po kësha po sef, gëm. Mas volë se të këshmi bolë volën shqiptare. Po s'dim... Shkur, anë dhe shkur. Anë martesa jo në ta. Hajde martesa jo, po. Edhe para martesës tonë, zotër Luan, më falni veç pak. A për përshëndesme sonë të kena një mik që për shë emisionin prej Ulqinit ka orë. Pa tjetër, zotëri Naser Tullën e kena shok Naser Tullën e përshëndesme shumë, do të gjite për pasë Naser. Pa ndirë shumë pasë Naser që ka orë sonë të prej Ulqinit. Për një që është miki Lani Brokers. Jemi njoftu, zotnia është shumë ambicios, i ka inkuadru edhe 3 djemë të vetë, punoj në shitjen e makinave amerikane, Në Ulqin, apo? Në Ulqin, në Shqipëri, në Kosovë. Naser? Naser Tulla. Për ndryshe është edhe... Gjithju që dani me pos në makinë bishka në atje. Edhe spiker motivues për me i motivu rinin, për me punu, për me arrit shumë. Unë besoj që së shpeti do të athirni në emision për motivim. Absolutisht, nuk diskutuat, po. është usta, kam ditun edhe me djalin me shku në Tiran 3 dit me ndëgju ligjerë. Për 28 nëntor si ka luat, se s'na thatë, po mire keni. Për 28 nëntor si ka luat. Në shesh, shëtitëm, në kom, edhe ishte një vetur me muzikë. Edhe fillum me kërcy. Me kërcy. Rinia hezitojshin. Që këtë knash. Rinia hezitojshin. Jo, nuk i pengan zënë si këbolle, për ndryshe nuk i pengan Skënderbeu, është jo. Jo, unë nuk e thash për pjesë e identitetit. Nuk dashta me përmend. Se filloj të bëhesh shumë romantike këtu edhe për ta thy pak të romantiketit. Ka popuj Po? që në munges të herojve të vet i shpikin herojt për me pas. Na Skënderbeu e kena herojt të popullin. Gjerës Kastro Skënderbeu, mos ma ze për të modhe. Jo, dhe Skënderbeu. Edhe ashtu që duhet mu respektu, duhet mu di që është heroj edhe ka tentu me i bashku fiset, me ndal luftimet mes shqiptarve, e me pas një lumëturin e jetes. Bravo. S'kena për juve martesa jonë, kurëzimi dashuris, o zemër, edhe pak gishtin mësh me kalzu që o kom fajtur. O, unë e kom prek, edhe preka me gisht edhe ma fitoj zemër. S'kena për juve, më në qëtë më një kujta një. Po në zdim. Po dhe. Po zdim në shumë. E a i qikë shu, sa për. Në veçline u deshtëm njëri tjetri për qafom, Kishta tonon i bashkom dhe kryuam të shtrejtën dashuri. Qysh në veçline u deshtëm njëri tjetri për qafom, Kishta tone i bashkom dhe kryuam të shtrejtën dashuri. Martesa jonë është e bukur kur rorëzimi dashuris. O zemër, këndo papushu e kënd më të bukrët lumëturis. Martesa jonë është e bukur kur rorëzimi dashuris. O zemër, këndo papushu e kënd më të bukrët lumëturis.
E ke ndryshu këngën, Sadri, faleminderit, tash me ta jap dorën. Hajde. Hey, për fund e kam një musafer shumë interesant. E ka një kërkesë për Lonin. Hajde, ta këshire. A ftoj? Besar kokollore me neve, sonte do të vitim. E kur dolja të derajnon, I bosh një dy lule. E kur dolja të derajnon, I bosh një dy lule. E njënën të lash ty jo bes, I njënën be ma june. E njënën të lash ty jo bes, njënën be ma june. I le. Ate bro. Ulla ma bes, me muzikë bëjela? Hina me muzikë të lava. Po, a shka kemi thonë Dhe sot? në ta e ndalujnë. Për neve do thujnë e ndalujnë dhe ju. E qka ke orë sonte, qka kemi thonë bo? Unë e vaset, për la unë mi thonë, asi se la kam me hi, në Big Brother, po hi une. Pse? Unë se kum nalë. Para kamera se kështu i ka thonë mëse. Ma marrënja mua. Jo, se ka nalë ke Para po. gjuko. Ani, mos i s'po e kja, ako mund si me hi une në të sovi. Nas s'kemi lidhje me Big Brother. Po, a bjalqon venin, zotër Lan? A ban me alqu venin besit? Nëse pytemi po, mëre? Unë prafërsisht e di ku o vendi, po nas Ja, pytemi me intervenu. Zonja i bodhe e këshilqu venin tanë ti besotit. Jo, ne nuk pytëm për ato, po pse jo me intervenu, I kishëm thënë, është interesum, se ka shumë të Pse më interesuar. bu, qka e ly me hi, qka ki dishon ki? nusja Du ka me hi zotin. A ki ti Ku ti nusja? ato në parë rejnë e kanë nuk dalë. Ja, unë e bërë. Ku ti unë ato ka me bollu. Po pse, s'kina i sa diçka interesant? A kina i sekret që kemi zbulu, a Unë qka? kam shumë sekrete, po s'po du me shpalu që tu, se ke që ta banur, ju kejt, po shumicën i një. Cilën për shamu? Po i me amra, te e de. Jo, si di jo, nuk e di. Për lopin kam shumë, për atjetërën, me po me hi kam shumë shakalzej. E për dull që na kina i sena për e idin a për. Kam. Qka o bur, falë Kam sonde? dishka, po du me lonë sekret. Kur t'hinja ato, Po pse po ajo bur ti për fond që ka emisioni janë për balqiet? fond nuk kam nevoj, unë fond kam së du. Bile kam ma shumë se ata që janë Big Brother. E qka kemi? Për shkupi për të këshyrë në rrasë. Për Beshkupin jam lidhnu, por punë në masozë. Dhe i punë në punë jam frekuentu së dhe. Shumë mirë. Edhe në kështë po thamë, kena me shku edhe pagun prifti. A pagun për mua, se mos I për ty haram I jone. S'ka një gjë për të qesh këtu. Ja, nuk isha dhe ndaluk më së. Nuk e ndaluk më. Është ndalune. Ndalume është, po, pa tjetër. S'pagun. Jo, s'po ngut. Bëu gati ti përgatitu për bigun edhe Përgatitu për Big Brother. përgatitu për bigun ti. Kismeta, Po ka Ipi përgatit, forca. Po për shka? Pas ka shku në masajë, sa ne ka përgatit, që më do ma shumë. Po pra po, për ne po them përgatitu, jepi forca edhe shko atje. Edhe Edhe kujdes. ka dzej. A je ti në Hollywoodit e ke ardha, kaj, prit njerë me të pa ma mirë. A për një? Po mje. Kjo është shumë kytë është. I pas ke syza pas të vëgla. I gjete këtë syza po është Si të Baltazar. I gjete. Si Baltazar. Dhurat. Hej, unë I falenderoj shumë, a kemi shku me një muzikë diçka, po me nëjë tash komtare se I kena me të Ja, bërsh. komtare. Peshkop Nikola Gjufkës, që falenderoj Aha, shumë. pra të shti. Falenderit shumë, e respekte, falenderit shumë që ishë zënja I bolle, falenderit shumë respekt. Edhe juve Në të gjanë falenderit shumë që erdhe, Kemi masa dhënë pes, mendim edhe tjera. ndërë dhe respekt, falenderit Falenderit shumë, shumë edhe Peshkop, juve. respekte shumë. S'kena përfitimin. O bülbül ka fluturan T'falah nanës ti mi qan Për shëndet mi krejt qoqnin Vendin timin kur kam lin O bülbül ka fluturan T'falah nanës ti mi qan Për shëndet mi krejt qoqnin Në vendimin ku kam lin Sa shumë nanë moja mërzit Prit
Pritëm se do të vina I dit, ka marrë malli për me të marrë, ka marrë malli për atë zonë. Sa shumë nanë moja mërzit, pritëm se do të vina I dit, ka marrë malli për me të marrë, ka marrë malli për atë zonë. O bilbil ka fluturan, falja babës ti mi qan, përshëndet ma kryqoqnin, në vendimin kur kam lin. O bilbil ka fluturan, falja nanës ti mi qan, përshëndet mi kryqoqnin, në vendimin kur kam lin. A e disa shumë të duam, a e din, po të jetën nuk e duam, a e din, a e din sa shumë të duam, a e din, po të jetën nuk e duam, a e din, unë të falja zemrën, ti më falje shpirtin, do të duam zemra ime, sa të kem jetën time. Do të duam zemra ime, sa të kem jetën time. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, bota ime je, o Iqbalja e nonës, ma e bukra je. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, bota ime je, o I ketushja ime. Ju dhash Zoti edhe 100 vjet. Ju falenderoj shumë.